Sonte në mbrëmje është viti i ri hijri 1447. Vlera e hijretit dhe fillimi i vitit të ri hijri. Të nderuar vëllezër dhe motra, do të kujtojmë një ngjarje madhështore që ndryshoi rrjedhën e historisë, pra hijretin e Muhamedit alayhis salam nga Mekka në Medinë. Çka është hijreti? Hijreti nuk ishte një ikje nga frika, por ishte një hap i guximshëm për të ruajtur fenë, për të mbrojtur besimin dhe për të ndërtuar një shoqëri të drejtë. Ishte një vendim i urtë, i udhëzuar nga Allahu, që solli një kthesë të madhe për Islamin dhe njerëzimin në përgjithësi. Hijreti është themelimi i ndërtimit islam. Pas hijretit, Muhamedi alayhis salam ndërtoi në Medinë një shoqëri mbi themelet e besimit të pastër në Allahun, vëllazërisë mes muslimanëve, drejtësisë dhe barazisë, dhe prej atij drita e Islamit filloi të përhapej në gjithë botën. Hijreti standard për llogaritjen e kohës. Kalendari islam fillon me këtë ngjarje, jo me lindjen apo vdekjen e ndonjë mbreti, por me një sakrificë për Allahun. Kalendari hijri është një përkujtim që koha e muslimanëve lidhet me bindjen, jo me epshet. Prandaj, kur fillon një vit i ri hijri, nuk është vetëm një datë e re, por një thirrje për vetë përmirësim. Siç emigroi Muhamedi alayhis salam për hir të Allahut, edhe ne duhet të migrojmë prej mëkateve drejt devotshmërisë, prej padijes drejt diturisë, prej zemrës së ftohtë drejt sinqeritetit. A ka ndonjë adhurim të veçantë në fillim të vitit? Nuk ka ndonjë ibadet specifik të detyrueshëm, por dietarët e kanë lavdruar: 1. Falënderimin ndaj Allahut që na zgjati jetën, pendimin për mëkatet e vitit që shkoi dhe vendoshmërinë për t'u përmirësuar në vitin e ri. Pra si përfundim, çka mësojmë nga hijreti? 1. Të sakrifikojmë për vlera. 2. Të mos dorëzohemi para padrejtësive. 3. Të kemi qëllime fisnike. Dhe 4. Të fillojmë çdo vit me sinqeritet dhe përkushtim. Dhe në fund, Allahu in bëje këtë vit të ri hijri një fillim të hajrit për neve, familjet tona dhe mbar ummetin islam. Na fal mëkatet e së kaluarës dhe na udhëzo në rrugën e drejtë. Amin.